Përshëndetje dashur bashkëtarë, ja ku jemi këtu në emisionin e radhës në Albania TV, që pason ato të datës 22/1/2025, ku ne folëm për ndryshimet ligjore që pritet të ndodhin së shpejti rreth çështjes legalizimit të qytetarëve tanë, pra të imigranëve që jetojnë në Greqi, qofshin këto lejet fillestare apo lejet të cilat janë në proces rinovimi. Gjithashtu, ne kemi grumbulluar dhe një sër pyetje që ju keni adresuar Albania TV, qoftë në emailin tonë, por dhe kryesisht ato që keni ndërë komente në emisionin e kaluar në poshtë, është një mundësi mirë për gjithë ju dhe ata që na ndjekin në mjet ekranin të Albania TV, të dërgoni pyetjet tuaja, shqetësimet tuaja që ne të kemi mundësinë më pas t'i grumullojmë këto pyetje dhe t'i trajtojmë me vëmendje, me kujdes dhe t'u japim orientim për të gjetur zgjidhjen siç duhet. Pa humbur kohë, së pari, përpara se të filloj me çështjen e pyetjeve, do doja të sqaroja lidhur me anën teknike ku kemi pasur disa mesazhe nga ju. Dua mirëkuptimin tuaj, kërkoj mirëkuptimin tuaj si stafi i Albania TV, sepse kemi hapa ato të parë dhe është mos e normale dhe logjike që si fillim të kemi dhe disa defekte teknike. Kjo ndodh jo vetëm tek ne, por edhe tek televizionet më të bashkohore dhe më të fuqishme që janë të spekt global. Falenderoj për mirëkuptimin dhe vazhdojmë pa humbur kohë me pyetjet e përgjigjet që na kanë ardhur në Albania TV. Për korrektësi dhe për transparencë, siç kemi bërë në kaluar, neve i kemi shtypur në letër dhe do t'i marrim me radhë të japim një përgjigje. Fillojmë me pyetjen e parë që është me zonja Diana Kaconi. Shumë faleminderit për informacionet që përcjellni për ne. Ju lutem rregulloni zërin të jetë pak më pastër dhe të dëgjohet më larg. Pra, ajo që u thash pak më herët. Pyetja e zonjës është: leja e qëndrimit vonon së tepërmi. Kam 1,5 që kam aplikuar për të renovuar. Po, siç e tham, leja e qëndrimit fatkeqësisht aktualisht në gjitha detyrat e detyruara në Greqi vonojnë së tepërmi për shumë arsye. Kjo, siç e kemi thënë edhe në emisionet e kaluara, për mungesë të personelit dhe të fuqisë punëtore për të shkruar çështjet, mungesa e ekspertëve që merren me miratimin e çështjeve, apo edhe e gjithë burokracia që del në procesin sipër, që të dinë shumë mirë, pak në pjesa më madhe për ju është informuar në emailit për të dërguar dokumenta plotësuese. Të çfarë lloj forme, se janë të formës administrative që lidhen qoftë me deklaratë fiskale apo me hyrje dalë apo dokumenta tjera. Pyetja tjetër është Jako Delaj, edhe unë u kam dërguar problematikat e mia reale, u mungon informacioni i plot. Problemet e mia janë se kam qenë me leje qëndrimi që në vitin 2023. Më kthejnë për, pra, do të thonë që keni aplikuar në vitin 2023. Më kthejnë përgjigje negative, jo një herë, por 2 herë. Fëmijët e mi me të drejtë me çdo zyr greke deri tek një prokuror për lejimin e një çështje në Shqipëri. Më bëhet blok vetëm mbi jetët për më shumë, vetëm në dërgesë telefonike. Këtu ku jam keq se nuk është e drejta ime, fëmijët e ligjshëm në Greqi. Jako Dele, i nderuar, pyetja juaj është paksa e paqartë dhe nuk është e kuptueshme nga ana jonë. Ju lutem një herë, na e bëni pyetjen mundësisht sa më të qartë që të kemi mundësinë të kemi përgjigje. Sipas asaj që ju keni shkruar, flisim për vitin 2000, pra keni aplikuar në vitin 2023. Nëse i përket kategorisë atyre që njihet gjithsesi si VV-osi, kam frikë se jeni penalizuar, pra i presim kategorisë së penalizimit. Nëse keni aplikuar me një proces tjetër të rregullt, atëherë duhet parë me kujdes çështja juaj. Kur flisim për fëmijët pra që janë të rregullt, dua të kuptoj, fëmijët janë të ligjshëm, kanë pasaportë greke, kanë leje qëndrimi, pra gjitha këto përbën atë që neve të na ndihmojë për të orientuar dhe për të dhënë një përgjigje sa më të saktë për zgjidhjen e problemit që ju keni. Okej, pra, unë kam 30 vjet në Greqi dhe me marreta 5 vjeçare. Kur fëmijët ka ta thotë, apo unë jam nëna që nuk e ftoj ta thotën. Okej. Atëherë zonjë nderuar, është Ajo Ago. Ju zonjë keni marrë leje 5 vjeçare. Duke mos patur më shumë informacion, më jepni të kuptoj që leja 5 vjeçare është marrë për shkak
se dikush ose avokati juaj ju vet fëmijët apo dikush ka aplikuar për kategorinë për leje fillestare si prind i shtetas grek apo pjesëtar i familjes së shtetas grek. Dhe është normal të keni marrë një leje 5 vjeçare, se kjo është kategoria e parë. Kur tani në foni do të merrni leje 10 vjeçare. Lidhur me faktin që ju nuk merrni, pra nuk fitojnë dot afotën greke, pra është në shtetësinë greke, po sepse në Greqi nuk ka një kuadër ligjor, një harmonizim të ligjit që prindit të përfitojnë nga fëmijët apo bashkëshortët të përfitojnë nga bashkëshortët kur njëri prej të cilëve fiton shtetësinë greke. Aktualisht nuk ka një ligj të tillë, është diskutuar, presim të shkojmë nëse do ketë ndryshime në vijim. Ju lutem zotëri, kemi një vit që kemi aplikuar për letrat dhe nuk po i mbajmë akoma. Afati kohor, zoti Kaso Hoxhaj, Haxhia Indjes, afati kohor për një vit është më se normal, por gjithsesi duhet parë ku ju jeni, sepse nuk kemi informacion se jeni në Athinë, jashtë Athinës, dhe çdo detyri e decentralizuar sillet analoge. Fatkeqësisht kemi konstatuar që edhe periferitë që nuk kanë një volum të madh pune, kanë shumë vështirësi apo shumë volesa në shërbimin e kërkesave. Nëse na jepni më shumë informacion, ju na kontaktoni tek emaili albaniatv.greece @gmail.com apo në telefonat që ju i shikoni si në ekran po edhe poshtë emisioni dhe ne do t'ju informojmë më në detaj për të patur një pasqyrë sa më pasur të historikut tuaj. Në Greqi duhet të qëndronin vetëm ata që kanë biznese dhe kanë të ardhurat të larta, të tjerë që rrinë në Greqi me dokumenta kanë probleme. Godshot, nderuar Godshot, pyetja është e përgjithshme, në fakt nuk është kështu, edhe biznesmenët në Greqi hasin të njëjtat probleme dhe vështirësi çdo qytetar tjetër, për çdo imigrant tjetër me leje qëndrimi, sepse edhe pse ata kanë një kategori specifike që marrin leje qëndrimi për shkak të biznesit që kanë, pra sipas së biznesit, por fatkeqësisht nuk i ndihmon dhe nuk i lehtëson ata në gjithë këtë procedurë dhe ata vuajnë të njëjtat probleme si gjithë tjetër, pra nuk kanë një dyshim më në këtë aspekt. Dhe kjo ndodh vetëm në Greqi, jo në vendet tjera të Evropës, të cilët në vendet tjera të Evropës kur dikush i përket një kategori specifike në rastin konkret biznesit trajtohet ndryshe sepse është kontributor i madh në arkën e shtetit, pra në shtet dhe shteti i trajton ndryshe. Kemal Selmani, e di se shpuna në plasë për leje e qeverisë greke. Unë jam mirë me shokët e mi edhe miq në Greqi, po e nderuar. Ky është mendim i yt, por mos harroj faktin që janë me 10 mijëra bashkëtarë të cilët ropaten dhe vuajnë vite të tëra për të pasur me leje qëndrimi apo kanë rënë pre e manipulatorëve dhe vuajnë mungesën e pas një leje qëndrimi. Pra, mendimi yt është i drejtë, ne dimë shumë që shoqëria greke na ka hapur krahët, na ka pranuar pas një lloj rezistimi, por kjo në fund të ditës nuk e nxit problemin sepse mund të jemi shumë i kritik, por të vështirëson të cilën tjetër sepse është e pamundur për të lëvizur në një vend tjetër të Bashkimit Evropian apo edhe në Shqipëri pa patur një leje qëndrimi. Ne që dojmë, është zonja Anastasia Arolli, ne që dojmë në pension duhet të jetojmë ku të duam dhe se të duam, se punuam e u raskapitëm në Greqi, kaq vjet. E nderuar zonë, parimisht këtë thoni qëndron dhe është e palushëm, por ligjërisht nuk është korrekte sepse ligji në Greqi me dyshimet e fundit me dyshimet e vitit 2021 të ministrit të brendshëm të zotit Voridi, ju penalizon dhe një pensionist i cili ka dhënë pension nga Greqia dhe ka leje qëndrimi nuk mund të qëndrojë më shumë se 6 muaj pa shkëputur nga Greqia. Nëse e kalon këtë afat kohor, kur të rinovojë lejen e qëndrimit do ta humbaset dhe nëse humbet lejen e qëndrimit ka pasoja të mëdha të cilat rrezikojnë edhe marrjen e pensionit. Ndaj duhet bërë shumë kujdes që një pensionist të largohet dhe të jetojë sa të dojë apo pa afat në një kohë të mjaftueshme jashtë Greqisë do të ketë aplikuar për lejen e qëndrimit specifike që t'i japi këtë mundësi. Një pensionist me leje të tillë nuk mund të qëndrojë më shumë se 6 muaj, nëse e bën, siç e thash, do të penalizohet. Emanuel Bregu, po me ata që nuk kanë letra, çfarë duhet të bëjnë? Ata që nuk kanë nderuar, ata që nuk kanë letra, fatkeqësisht për momentin janë në një pozitë shumë të vështirë dhe është shumë e vështirë për momentin deri e pamundur nëse do të ketë ndryshime që mund të pajisë me leje qëndrimi. Siç kemi thënë,
janë penalizuar ata që aplikuan në 2023 me VVO-sin e famshëm, por fatkeqësisht janë reduktuar lejet e arsyeve njerëzore, e aq më tepër është shfrytëzuar leja për arsye të jashtëzakonshme, gjë e cila ju privon të drejtën aplikim për lejen. Pra, aktualisht nëse ndodheni në Greqi, ju apo shumë tjerë punoni pa lejë qendrimi, është e pamundur për moment të bëni të pajisni me lejë qendrimi, vetëm në rastin kur ju mund të largoni apo të jeni formë ligjore për të pajisur me lejë qendrimi, qoftë në Shqipëri apo në vend tjetër. Flora Selami, letrat po dalin të skaduara, nuk punojmë dot. E nderuar Flora, po është vërtet e leju përkisin të kategorie që prisni prej shumë vitesh, por leja qendrimi të skaduar apo nuk merrni leje me një vendim. Kjo nuk ju privon të drejtën e punës, sepse me VVO-sin që keni, ju punoni rregullisht në Greqi dhe udhtoni në Shqipëri dhe në asjetës, por jo në një shtet të bashkimit. Prandaj duhet të keni më të kujdesshëm dhe kryesisht punëdhënësi juaj apo dhe llogaritari duhet të orientojë që ju nuk keni pengesa dhe probleme për të punuar. Pra, e drejta e punës nuk ju privohet në këtë rast. Mirela Ropi, përshëndetje, ju falenderoj për emisionin dhe unë kisha një pyetje për djalin që jeton prej 4 vitesh e gjysmë në Athinë me VVO-si si azilant, është me amka fëmijë dhe me ensima të plota që prej 3 vitesh nga punëdhënësi. Tani a do të vazhdoj të punoj? Përgjigje s'ka marrë ende që nuk i është pranuar kërkesa, punon rregullisht, paguan rregullisht detyrimet në shtet, nga që vazhdon të jetë me ensima të rregulla. Presni përgjigje lutem në një nënë e dëshpëruar. Gjithë të mirat. Mirela ndrua faleminderit për pyetjen interesante. Të sqarojmë, siç e kemi thënë herë tjetër, azili është një metodë për të qëndruar përkohësisht në Greqi, por nuk është një zgjidhje aq më tepër për shqiptarët që vinë nga një shtet i sigurt. Shqipëria është një shtet i sigurt, është një shtet i cili aderon të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Djali juaj që ka 4 vjet në Greqi, nëse qëndron kështu, fatkeqësisht ka humbur shansin e madh për të pajisur me leje qendrimi me ligjin e kaluar për 3 veçarin që u shfrytëzua fatkeqësisht në mars të 2025-s, por që u skadoi në 31/12/2024, pra për një vit, dhe ai mund të bëjë ndryshime kategorisë nga azilant, kërkues azilant në aplikim për të pajisur me leje të rregullt qendrim, sepse i plotëson të kriteret gjithmonë bazuar në ato që ju më keni shkruar këtu. Fatkeqësisht për momentin ai duhet në vërtetë plot sepse do të shqyrtohet kërkesa e tij dhe nëse nuk i miratohet dhe nuk merr shtyrje, atë do të refuzohet azili dhe në një moment do të jetë jashtëligjshëm në Greqi, do të jetë i pa rregull dhe nuk do ketë mundësi të pajisë me leje qendrimi. Një sqarim shumë domethënës. Prej shumë kohë, shumë bashkëdhetarë na bëjnë pyetje, unë kam ensima, kam amka, kam fëmijë. Kujdes, amka, fëmia apo qasja në punë, punësimi nuk janë mjet ligjërimi apo ajo pjesë që vërteton se personi është i ligjshëm në Greqi. Është thjesht qasja në termin e punës, sepse kur dikush ju ka marrë në punë, ju ka lidhur një kontratë pa afat dhe vazhdoni rregullisht të punoni. Në momentin kur ju ndaloni nga autoritetet policore dhe verifikoni, atëherë hasni probleme të tilla dhe krijojnë probleme të tjera. Pra, këto janë dëshmi që jeni në punë, jetojnë në Greqi në një moment kur ju të aplikoni për leje qendrimi, siç ishte dikur rasti i kategorisë së lejeve për arsye të jashtëzakonshme. Një Helen 776, kjo është interesante. Ata thënë dhe unë ky spioni i grekut nuk di me fol e i merret goja. Okej, ju falenderit për shumë interesante kjo. Dikur për ta dëgjuar dhe për Isari, por gjithsesi ndihmi është respektuar, okej. Përshëndetje, ju dëgjova me vëmendje, kam një pyetje. Jetoj në Greqi prej 26 vitesh. Jam me dokumentacion 3 vjeçar. Jetoj me vajzën dhe nuk ka të drejtë të më hedhin mbi vete. Ju lutem më ktheni përgjigje, faleminderit. Nga momenti ju jeni me leje 3 vjeçare, është Goni Kërdica, nga momenti që jeni me leje 3 vjeçare, që të marri vajza mbi vete, vetëm në rastin kur vajza juaj ka pasaport grek, atëherë po ju mund të marrni vetë. Nëse vajza nuk ka pasaport grek, por e ka lejen e qendrimit si emigrante,
ajo nuk mund të marrë në vete sepse nuk ka mundësinë. Të vetëm rastet që parashikon ligji në Greqi për të patur në varësi apo për të mbuluar janë prindërit që mbajnë fëmijë deri në moshën 18 vjeçare, pastaj fëmijë dalin në vete ose bashkëshorti, bashkëshorten. Pra, këto janë kategori specifike. Nëse fëmia juaj ripërsëris ka pasaportë greke, pra ka marrë në shtetësinë greke, atëherë po sigurisht mund të ndryshoni kategorinë dhe të merrni leje qëndrimi nga fëmia. Por kujdes, të sqarojmë për të gjithë që na ndiqni për dhe për ju. Nëse fëmia është mbi 18 vjeç, nuk keni të drejtë pune, por vetë se të pajisni me leje qëndrimi dhe fëmia me të ardhurat e tij duhet të mbulojë ju dhe të jetoni së bashku. Në të kundërt, do t'ju privohet drejta e punës. Që të keni drejtë pune, duhet të aplikoni dhe sa fëmia të mbushë moshën 18 vjeçare. Nëse aplikimi bëhet para se fëmia të mbushë 18 vjeç, atëherë për sa kohë jeni në Greqi, keni drejtë pune dhe jeni të mbuluar të rregullisht me leje qëndrimi si prind i shtresës grek. Përshëndetje, quhem Konstantin Shuli, kam një vit që doja në pension me 29 vite siguracione. Shkurt të vitit 2023 dhe në telefon më thonë se kanë shumë punë dhe punonësit janë të ngarkuar. Jeni i paqartë, dëgjofsha kur në këtë emër, kam 10 vjet, më falni për gazetën që ju shkruaj. Informacion. Atëherë, me sa kuptoj ju keni një aplikim për pension në Greqi, me 29 vite kontribute në shoqërinë sociale greke, nëse na mundeni ndërroj Konstantin, na dërgoni pyetjen tuaj ose me email ose na telefononi në telefonin që shikoni në ekran dhe poshtë emisionit, pra poshtë kanalin ton, dhe do t'ju sqarojmë që të kemi një informacion më saktë sepse është e përgjithshme. Nëse ju keni aplikuar në vitin 2023 dhe nuk ka dalë ndër pensioni, duhet parë se diçka nuk është bërë saktë dhe ka nevojë për një suport dhe për një rishqyrtim të kërkesës tuaj, me qëllim që ajo të shqyrtohet sa më shpejt. Lindita Bejdo, po me versit që ndojnë sa do bëhet. Përshëndetje Marita Ulirë pensioni, po vazhdoj se kemi disa pyetje të njëjta, pra Altin Braci, përshëndetje Ulirë për emisionin, për ata që ndojnë me atë vërtimin e faktit që shtresës që u penalizuan, çfarë bëhet? Amarildo Amaro, që do bëhet me versin që kanë dalë në sistemi? Foti mytaj po me ato rrjetat që u bën 23, çfarë do bëhet? Pra, janë disa pyetje me kënë kategori. Siç thamë më herët, fatkeqësisht është një temë e cila ka prekur jo me mijë apo me 10.000 bashkëretarë dhe emigrantë të vendeve të treta, të cilët fatkeqësisht u dogën. Dhe kjo është si pasojë e neglizhencës së shtetit grek, e cila la portalin e hapur dhe gjithë secili mund të aplikohet nga telefoni ose nga kompjuteri dhe bëri një vërtetim. Dhe më pas i penalizoi të gjithë duke u mohuar të drejtën e pajisjes me leje qëndrimi për 5 vjet. Gjë e cila sigurisht solli këtë problem kaq të madh si për të tjerë. Ende jemi në pritje, nuk ka diçka në horizont që mund të kemi një përgjigje, edhe pse jemi mbetemi me shpresën që mund të merret në konsiderat se bëhet fjalë për një kontingjent diku tek 50 me 60.000 emigrantë kryesisht me origjinë shqiptare, të cilët janë penalizuar dhe tashmë janë izoluar në Greqi dhe nuk kanë mundësinë për të pajisur me leje qëndrimi. Anastasia Aroldi, përshëndetje, unë jam me katën e Macron, kurse burri bën bashkim familjar nga unë. Tani jam në pension dhe çfarë do të bëj? Do të vazhdoni ju me pension dhe me leje pensionsare, leje që keni marrë leje shumë e fortë, leje shumë e mirë dhe një mundësi për të insistuar dhe për të tjerë të kush ka mundësi të pajisë me leje pensionsare, në fund do shpëtoj nga lejet e tjera sepse nuk ka nevojë të paguaj më para, apo nuk ka nevojë më të tregoj sa kohë do të ndër jashtë dhe është e përhershme. Kështu që bashkëshorti ju do vazhdoj të marrë leje nga ju, për sa kohë ju jeni në pension. Mira Lika, përshëndetje, doja të pyesja për pajisjen me tasota greke. Është e mundur një familje tek burri se është grek ose eugenist dhe familja mos ketë as fëmija as nëna, ose dhe kundër të ketë nëna dhe fëmija se është me homogenizë bashkëshortit dhe mos ketë këtë tasota? Është pak konfuze pyetja, po do mundohem të sqaroj. Nëse keni fjalën që bashkëshorti juaj që është homogen, ka marrë pasaportin dhe fëmijët nuk kanë, diçka nuk shkon. Nga momenti që fëmia është nën 18 vjeç e merr menjëherë automatikisht në secilin greke nga bashkëshorti juaj. Nëse ju do të ishte homogjeni dhe kishte tasota greke dhe fëmijët ishin nën moshën e 18 vjeç, sigurisht që e merrshin nga ju. Por edhe një
18 vjeç po të ishin, sigurisht ka mënyrë për ta marrë, por nuk ka një ligj në Greqi që përderisa një prej bashkëshortëve ka shtetësi greke, duhet ta marrë dhe bashkëshorti tjetër. Nuk ka në Greqi, dhe kur fëmia është mbi 18 vjeç, e merr më vete, ka një procedurë specifike më vete. Pyetja në shumë, apo mundohemi të kategorizojmë që të jemi sa më konciz në këtë prekën. Sukseset të mëtejshme të mund Zotit të Nimov Mordial, faleminderit, Suzana Berberi, do bëj dokumenta. Një pyetje e thjeshtë, të bëjmë dokumenta të nderuar, duhet na sqaroni sa kohë keni në Greqi, si keni ardhur në Greqi dhe si të procesi. Për momentin shumë i vështirë për të bërë dokumenta. Që t'ju japim një pyetje sa më të saktë, ne duam më shumë informacion nga ju, ta një lutem nga bëni pyetje dhe na jepni më shumë informacion. Bruna Cika, me VEOS-in ble të marrë për herë të parë me legjin 3 vjeçar me letër pune. Kemi të drejtë të udhëtojmë për në Shqipëri, faleminderit. E nderuar Bruna, e ritheksojmë edhe një herë, nuk ka më VEOS-in ble, po është një VEOS i bardhë, që del nga formati dhe është i njësoj për gjithë, pavarësisht kategorisë legjitimit. Përgjigja për pyetjen tuaj është e prerë. Po, sa herë të doni dhe ku të doni, sepse jeni të ligjshëm. Nga momenti që autoriteti u ka miratuar aplikimin, u ka dhënë vërtetimin provizor dhe në shkëlqim të kërkesës për të pajisur me qendrimi, ju mund të doni rregullisht për në Shqipëri dhe anasjellës për në Greqi dhe mund të punoni. Pra jeni e rregullt. Nëse hasin probleme, mos hezitoni të kontaktoni ose avokatin tuaj ose na kontaktoni dhe ne si Albania TV dhe ne do t'ju informojmë të japim ndihmë të menjëhershme. Ruzdi Kojku. O zotëri, vetëm letrat nuk janë vetëm ky hall, por ka shumë halla të tjera që çdo një t'ia di njeri. Zotëri nga Shqipëria ku punojnë si puna juaj nga ambasada e konsulata në Selanik dhe Janin. Okej, nderuar, nuk ka lidhje me ne nuk kemi punonjës të administratës shqiptare, aq më tepër kemi punonjës të ambasadës, ne jemi qytetarë shqiptarë, jemi emigrant apo qytetarë të integruar në shoqërinë greke dhe kemi marrë këtë nisëm dhe një staf shumë i madh ka themeluar Albania TV dhe ofrojmë informacione dhe përgjigje personale si punojnë që kanë shqetësime të tilla të cilët nuk kanë lidhje me shtetin shqiptar, nuk kanë lidhje me ambasadën, e të ishte sigurt dhe ne i mirpresim për një tilla. Sa më shumë pyetje janë të këtij sprehje ne i mirpresim për të sqaruar dhe që të jesh i bindur ti dhe shumë të tjerë që në këtë moment apo kanë mendime të ndryshme, çdo tentativë përpjekje bëhet aktualisht në Albani bëhet me para nga xhepi i ri, me miq dhe me shok, me një nisëm vullnetare për të qenë korrekt sepse është domosdoshme dhe emergjente fakti që duhet të informuar saktë dhe drejt bashkëtarët që të evitojnë të famshmit YouTuber apo më tepër të famshëm TikToker, siç i thonë gjithë, që dalin dhe japin shqiptarëve dokumenta falsa apo dokumenta false, si çakullon kohët e fundit një video apo disa video që i orienton shqiptarët, doli para 2 javësh VEOS-i 1 vjeçar. Nuk ka VEOS 1 vjeçar, nuk ka procedurë të tilla, ligji është i barabartë dhe njësoj për gjithë. Ndaj kujdes e nderuar dhe ne jemi këtu të mirpresim pyetjet tuaja, shqetësimet tuaja, mos hezitoni të dërgoni ata dhe ne me gjitha format e mundësive do t'ju përgjigjemi, të jemi pyetjet tuaja, shqetësimet tuaja dhe pse jo t'ju ndihmojmë brenda mundësive tona. Ishte kënaqësi, ju falenderoj për pyetjet dhe në pritje të pyetjeve tjera dhe miru takofshim në emisionin e ardhshëm.